si një ogur i mirë i fushatës dhe në respekt dhe të fushatave të mparshme që ne kemi zhvilluar si Parti Demokratike, në cilën ne kemi patur traditë të mirë dhurimin e librave, duke filluar nga viti 2050 deri në fushatën e fundit. Në këtë takim të parë me ju të dashur të rinj, unë kam zgjedhur disa libra për t'ju dhuruar ju dhe jam përpjekur që nuk i di mirë shihet tuaja, po përpiqemi me fëmijët tanë çfarë na thonë, që të kap të gjitha ato shihet tuaja apo fushat ku është vëmendja jon, ku është interesi ynë si të rinj dhe në veçanti si të rinj që merreni me politik, aktivist politik. Të merresh me politik është një punë e mirë, punë e dobishme që ti si qytetar bën për të futur te qytetarët e informuar. Dhe një qytetar i informuar është qytetar që kontribon për demokracinë. Ky është një definicion nga një politolog amerikan, Francis Fukuyama. Unë do ju përmend disa tituj, pastaj ju kur të zgjidhni librat i zgjidhni sipas dëshirës, si e kam menduar unë, nga një studius i shuar i qytetit ton, Enver Memisha, Enver Lepenica. Monografia e plot për Hysni Lepenicën është një nga figurat kryesore, patriot, figurat kryesore të luftës së dytë botërore, komandant i forcave të përgjithshme të ballit kombëtar, që jetën e tij e dha për atë dheu në vitin 1943 në Greot në Gjirokastër. Figura e Hysni Lepenicës është një figurë që krenon gjithë laborin, krenon madje dhe kundërshtarët e tij politik gjatë luftës dhe pas luftës e kanë patur shumë të vështirë t'i gjejnë të meta apo ta shajnë ta anatemojnë ta baltosin. Janë përpjekur, nuk e kanë arritur kur. Kjo figurë nacionalisti Savin edhe më shumë është në qendër, është në kontributet, është në dëshmit e historisë tonë, e historisë të viteve 1930, të viteve 1940 dhe në historinë e lëvizjes kombëtare në Shqipëri nacionaliste. Libri i dytë është libri një shkrimtare shumë të dashur dhe shumë të njohur, një shkrimtare që është një zë i fortë i Vlorës në letrat kombëtare shqiptare, Vilhelma Vranari Axhiraj, dhe është një studim i plot elitat e mohuara, krenari kombëtare. Në këtë studim, tashmë në rolin e studiuses, zonja Vilhelma nxjerr shumë figura të harruara apo figura të anatemuara pa drejtësisht, figura që kanë dalë nga elitat e jetës politike e ekonomike të qytetit. Është një libër që duhet lexuar nga të rinj. Libri tjetër, ky është një studius i Bedri Islami, është për luftën në Kosovë, është për dy heronjtë të Kosovës, për komandantin Femilla Dropsi dhe bashorten e tij Gjevllav Dropsi. Është figurë Femilla Dropsi që qëndron me dinjitet krahas figurës së komandantit të përgjithshëm të UÇK-s Adem Jashari, është një figurë hero kombëtar që jetën e tij ja dha lirisë së Kosovës dhe ka gjithë aktiviteti i tij patriotik, ka një finale të veçantë që ka hyrë tashmë në histori. Në prill të vitit 1998, një gazetar i BBC-s shkon në Drenicë dhe duke intervistuar luftëtarët e UÇK-s, Femilla Dropsi është i pari që dha intervistën pa maskë në BBC pra në stacionet ndërkombëtare, edhe gazetari e pyet që po a jeni ju i gatshëm ta jepni jetën, se luftë ishte, ta jepni jetën për Kosovën? Po, thot ky, pa ju dridhur qerpiku, do jetë nderi më i madh në jetën time, në rast se unë këtë jetë ja përcjell lirisë së atë dheut. Dhe për fat të keq të jetës së vet, të këtij heroi dhe të këtij komandanti të shuar, në shtator 1998 ky vritet dhe bashortja e tij në luftë, në një betejë frontale me serbët. Librat e tjerë, kemi dhe libra nga studiusi Ndriçim Kulla, nga shkrimtari i qytetit ton dhe ish bashkiaku dhe ish deputeti Gzim Zilja. Pastaj unë kam sot në fakt kam për ata që kanë mbaruar histori apo politologji, ju keni të gjithë dëshirë që studioni e shikoni. Ky është një vëllimi më i fundit që unë kisha dëshirë që ta prezantoja për herë të parë tek ju,
janë shkrime dhe diskutime që unë kam përcjell për gjatë viteve 2021-2022. Mbështetur në atë parim që për llogaridhënie dhe transparencë në veprime, transparencë në atë çfarë ti ke deklaruar, çfarë ke thënë, ka nevojë jo vetëm qeveria, por ka nevojë dhe opozita. Ka nevojë qeveritarët, ka nevojë deputetët e mazhorancës, por ka nevojë dhe deputetët e opozitës. Unë i kam mbledhur në një vlim, shumica janë diskutime në kuvend apo shkrime në media, po janë më shumë të karakterit ekonomik dhe politik, dhe besoj për ata të rinj që janë të apasionuar, ky libër modestisht mendoj që do t'u shërbej. Besoj nga për 2-3 javë jam duke përcjell dhe shkrimet dhe diskutimet 2023-2024, po kam dëshirë të ky vlim të vendos dhe diskutimet e fundit në janar shkurt mars në kuvendin e Shqipërisë, dhe atë fjalën që unë mbajta në emër edhe të Partisë Demokratike dhe të kandidatëve tanë në mitingun e hapjes që bëm ne të fushatës përpara 3 javësh, për sa i përket programit dhe vizionit të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, për ata që janë studius që dëshirojnë, janë adhurues të letërsisë Burgut, ky është një libër unë e kam me shnime modeste për veprat të shkruar nga autorët tek ajo që njihet si letërsi e Burgut. Krenaria e letrave shqipe në mendimin tim janë në veçanti në këto 30 e ca vite në demokraci, janë ata autorë që kanë shkruar në kushte të vështira, kanë vuajtur burgjet politike të diktaturës, vazhduan, dolën vital, dolën të mençur dhe përcollën, dëshmuan siç thotë atë Zef Plumbi, rojtën për me tregue, për me dëshmu krimet që ka bërë komunizmi. Në këto vite unë kam patur mundësi dhe duke lexuar veprat e tyre, këto shnime janë shnime modeste, si ato recensat që bënim në shkollë të mesme apo dhe në shkollë të lartë për personalitetet të tilla të letërsisë Burgut, si Vilson Bloshmi, Astrid Delvina, Musineko Kalari, Pjetër Arnori, Avzi Nela, Bedriçoku, Visar Zhiti, Koço Costa, Mika Sorua, Uranka Lakula, Fatos Lubonja, Drita Çomo, Leka Tasi e të tjerë. Besoj është shumë i këndshëm dhe i lehtë në të lexuar, për arsye se secili mund të lexojë ata autor që i pëlqen, që ndoshta e kanë ndeshur veprën e tij më përpara, dhe një për studentët e ekonomikut, për sa i përket institucioneve financiare, për institucionin e auditimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gao Nig dhe një personalitet siç është Gjene Dodaro, drejtues prej 30 vitesh i institucionit të auditimit të llogaridhënies së SHBA-s. Janë dhe disa libra nga autorë të tjerë. Unë ju ftoj tani ose do përcjelli me çajupin secilit në dorë, ose të vini këtu secili të zgjedhë sipas dëshirës.